E tashmë me mua në studio të Radio Dugaxhinit është Azgan Berbati, që është poet dhe shkrimtar shqiptar i njohur për poezinë e tij emocionale dhe filozofike, i lindur në Bajramcur në Tropoj. Po të lë vetë të thuar se cilat vepra i ke botuar deri më tani. Mirë se erdhe në studion tonë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi e veçantë të jem në Prishtinë, Kosovë sot, edhe për arsye se Tropoja, vendlinja ime, është pjesë etnike e Kosovës, pavarësisht kësaj ndamjes, si më thënë, de jure, se ndamje de facto nuk ka mes nesh. E veçanërisht, pra specifikisht për ne malësorët e Malësisë Jakovës. Kam shkruar 2 libra me poezi, jam bashkautor edhe në disa antologji, revista letrare, aktiv në shtypin periodike etj me radhë, por veprat mia janë 2 libra me poezi, Brit me heshtjes dhe Tektonika e shpirtit. Na thuaj prak për këtë, kjo është e fundit apo jo? Po. E di që është promovuar edhe në New York, e kam parë. Në cilat vende është keni qenë për librin dhe si arritet deri atje? Po, letërsia në përgjithësi dhe veprat e autorëve, poezia si e tillë, natyra e saj, prandaj arrin gjithkohë. Arrin edhe para autorit, edhe para emrit të vetë autorit. Jo poezitë e gjithkujt, Azgan. Dakor. Po e marr si kompliment dhe të falenderoj. Ky libër i dedikohet dhe ndikohet nga disa kohë, nga kompleksiteti i disa kohëve, nga larmishmëria e tyre. Dhe prandaj është quajtur Tektonika e shpirtit, sepse rrethanat ndikojnë për të shkruajtur atë poezi dhe është shpirti ai që lkumet, është shpirti ai që prandaj prodhon të poezi. Promovimi i këtij libri është bërë vetëm në Tiranë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York. Edhe si më thënë në një farë forme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lindi edhe si dëshirë e shqiptarëve tanë atje. Unë kam qenë edhe para 2-3 vitesh në Amerikë dhe isha në një panajoj libri me librin tjetër, me librin Brit me heshtjes. Isha i ftuar atje dhe ishte një takim shqiptar-amerikan. Prezent ishte edhe kryebashkiaku asë kohë. Dhe në një farë forme kisha fituar ata filmimin tim, kisha fituar hapësirën time sa do të vogël në atë oqeanin e madh amerikan. Dhe mandej kur shkova me librin tim Tektonika e shpirtit, e kisha hapësirën pra të krijuar. Por më tepër aso kohë u antarësova edhe në shoqatën e shkrimtarëve shqiptarë amerikan dhe fillova të njihesh pak a shumë edhe me rrethet e shqiptarëve të cilët merren me letërsi, me art dhe me kulturë atje. Libri u prish shumë mirë, kishte shqiptar nga pothuajse krejt trevat. Dhe kjo e bëri akoma më emocionues takimin. Kishte njerëz të cilët ishin shumë të dedikuar dhe shumë të etur për letërsinë dhe për leximin si tillë, dhe kjo më mësoi shumë pastaj. Për gjithë ata që vetëm po na dëgjojnë e nuk ju shohin, mund t'ju tregosh moshën dhe pse ke zgjedhur poezinë? Pastaj ke përdal tek një deklaratë që kam dëgjuar kohë më parë që edhe nëse vdes, diçka ka qenë për Kosovën. Pse kjo lidhje? Jam 28 vjeç edhe nuk e kam zgjedhur unë poezinë, poezia më ka zgjedhur mua. Zoti ty. Ka nis shumë herë, domethënë papatur unë noftas, jo nofta, po vërtet papatur raport me poezinë, por madje nofta edhe papatur koncept mbi të, shumë i ri. Si puna e lojës filozofisë kantiane, ku thot është emërtimi ai që jep kuptim objektit, apo është objekti ai që jep kuptim emërtimit. Në këtë mënyrë i sheja gjëra si fëmijë, si i vogël. Dhe pa e njoft sigurisht edhe filozofinë kantiane, edhe këtë lloj filozofie, pra, pa e njoft ato kohë, në këtë mënyrë lindën poezitë e mia. Duke i ndryshuar vendet e emërtimit për objektin dhe objektit për emërtimin, duke mundu t'u jap tjetër kuptim gjërave që e kishin një lloj kuptimi, duke mundu t'u jap kuptim edhe gjërave të pa kuptim mandej. Për sa i përket deklaratës për Kosovën. E dëgjova këtë deklaratë para një kohe, e sheja një djalë të ri, cila është lidhja me Kosovën,
që e ke? Është vetëm shpirtërore, patriotike, apo ka dhe diçka që na nuk e dim? Të gjitha të thënshmet dhe të pathënshmet. Unë u pyeta për shkak se kam shkruajtur një poezi në këtë libër për Kosovën, Të dua Kosovë. Dhe diku me threshta është them që hej Kosovë e gënjyll, ti je Shqipëria ime e vërtet, dhe unë jam i gatshëm të vdes për të vërtetën, kur do hell. E këtë e bëre vetëm deklarat, apo ishte Jo, që e unë përmendë në poezi? u pyeta pse qyshtek, duke marrë parasysh poezinë që kisha shkruajtur dhe thash që duke qenë shumë çka, sa i përket kësaj që kam thënë, duke qenë shumë çka më e madhe se unë, vdekja është krejt e vogël në këtë kuptim. Sepse lidhja jon është bile specifikisht lidhja ne Malsi Zjakovës. Ne quhemi Malsi, jemi quajtur Malsi Zjakovës në Tropoja, unë jam prej Tropoja. Që do të thotë, kemi qenë pjesë e padiskutueshme, jo vetëm etnike, por edhe kombëtare, atletare e Kosovës, e Gjakovës. Ne jemi rrit, jemi ushqyer, jemi injektuar me dashuri për Kosovën, me dhimbjen për Kosovën. Por më tepër, unë kam edhe njerëz të mi në Kosovë, kam nipa në Koshare, kam babajt boks, kam udhëheqjen shpirtërore, kam shumë shoqni, kam shumë miq që mi kesha të cilët i shmoj jashtëzakonisht shumë, sinqerisht, dhe nuk mund të shoh ndryshe prej aty që jam lindur rrit me ta. Pra, është një dashuri me cilën ti rritesh, është një dhimbje me cilën ti rritesh, dhe kur merren të gjitha këto bashk, sigurisht që shënjon tek ti. Dhe prandaj them që është deri te thënshmja dhe deri te pathënshmja. Sado që unë ta them, nuk mund ta shpjegoj se çfarë dimensioni ka brenda meja ajo. Do vazhdosh të qëndrosh tek arti, tek poezit, apo ka ndonjë mundësi të shohim edhe në politik? Po, arti dhe letërsia. Tu tash më mendu derisa fillove përgjigjen. Për një arsye, po them, domethënë për një arsye mendova po ta shpjegoj më vonë. Arti, poezia, letërsia, të gjitha këto janë hapësira më mëdha se politika. Unë kam zhvillu betejat e mia në Shqipëri. Edhe më të mira më duket. Absolutisht. Janë hapësira sublime. Unë kam zhvillu beteja në Shqipëri për korrigjimin e atyre që janë bo gabim, sipas meja. Kam qenë një prej organizatorëve të protestave studentore të vitit 2018. Kam përfaqësuar student në qeverinë e universitetit. Kanë qenë 15.000 studentë cilët i përfaqësoja. Dhe në këtë kuptim i njoh mirë veçanërisht problematikat e arsimit në Shqipëri. Dhe arsimin e shoh si rafinerinë e kombit, si hapësirën për nga ku del produkti për shoqërinë tonë. Duke u nisur nga kjo, unë e kam aq të përbërënësur atë dheun, sa që gjithçka që i ndodh atij, direkt më ndodh edhe mua. Pra dëmshurinë e tij unë ndjej si dëmshurinë time të pandarë. Në këtë kuptim, politika është gjithashtu një instrument përmes cilit ti mund të veprosh jo vetëm për t'i korrigjuar këto që janë bërë gabim, por edhe për t'i bërë më mirë, edhe për t'a dhënë kontributin tënd sigurisht. Arti është i përgjithmonshëm dhe unë jam vazhdimisht në mënyrë të pandashme me artin, por nëse koha, rrethanat dhe hapësirat e kërkojnë që t'jem edhe te politika ose kudo tjetër për të shërbyer shoqërisë, por sigurisht për të shërbyer shoqërisë në një mënyrë pak më të veçantë se sa kemi parë deri tani. Edhe kur do ta kishe të vështirë ti realizoje ato në shërbim të shoqërisë, do të hyje apo vetëm kur do të ishte e lehtë? Po vështirësit kërkojnë gjëra të veçanta prandaj. Dhe duke qenë edhe unë vetë nuk do ta planoja nëse do ishte për ndërhyr për gjëra të lehta, pasi ato nuk kërkojnë ndonjë preokupim shumë të madh. Në këtë kuptim, pra, dhe vërtet, vendi jonë është në vështirësi për shumë aspekte, në krizë. Në krizë për shumë gjëra. Për gjuhën, për arsimin, për shkollimin, për shëndetësinë, për sigurinë dhe rendin, në gjithçka është në krizë. Dhe sigurisht ne po jetojmë kohë të vështira. Edhe për artin po jetojmë kohë të vështira, nëse do duhej të isha në politikë, do bëja diçka edhe për artin sigurisht. Dhe nuk do dihej në fakt
zanafilla ose se ku duhet të filloje për ta ndryshuar një aspekt social në vendin tonë, për shkak se është punu gabim dhe politikanë tanë fatkeqësisht i kanë bo gabim ato që i kanë bo dhe kanë bo gabim edhe me ato që nuk i kanë bo. Prandaj do kuptim sigurisht. Deklarat interesante kjo. Do të bësh për promovim në Kosovë, a mund të presim të librit? Me shumë kënaqësi, është bile përkundazi, është të gjendujt në Kosovë edhe ku udhëtoj. Sa po futem në Kosovë, unë në jem krejt ndryshe, sinqerisht, ndjej një liri më të madhe se çdo kund tjetër. Ndjej një dashuri, ndjej një ngrohtësi të paspjegueshme me fjalë. Dhe sigurisht ju i keni dhënë shumë hapësirë artit, ndryshe nga ne. E doni shumë artin dhe letërsinë, prandaj me shumë kënaqësi do isha pjesë e një promovimi edhe në Kosovë. Do të presim shumë shpejt, do të jemi në komunikim bashkë edhe me librarinë Dugaxhini, si asnjëherë tjetër këtë pjesë të magazinës do e përfundojmë me poezinë të Dua Kosovë, vet autori Azgan Berbati do të na lexojë dhe pas poezisë do të shkojmë në një pauzë. Si gjithmonë unë falenderoj shumë zotri Berbati që ishe në studio me ne. Edhe unë ju falenderoj dhe është kënaqësia ime. Të dua Kosovë. Lisat në Kosovë janë liria që mbiu në gjak, me krah të hapur drejt qiellit. O Zot, lules në fush Kosovë, ende i rivese motit në petale. Siç fëmijës loti harrohet në faqe, kur hutohet me gënjeshtrën e triturve, djallëzie pa besë. Hej, Kosovë e gënjyll, ti je Shqipëria ime vërtet, dhe unë jam i gatshëm të vdes për të vërtetën, kur do hell. Oj Kosovë, zemël, lule, motël, të dua, pasha luftën që vajzat djem t'i bëri.